Duke biseduar ishte njëri nga ata shpërndarësi ka qenë koha jo, nga Lezhë. Po nuk e harroj këta njerëz se më kanë ndihmuar pa pas asnjë lloj interesi, edhe pa më njohur. Dhe ai e vinte re që unë me zi prisja sa dilte gazeta vija e merre hiqi aty dhe ai më thoshte më sill konjakun, se konjak pinin atëre, kaçorrel ka qenë ca pjeksh për zilën çka. Dhe unë vija me vrap çka ka nxjerr gazetat. Ai e pa këtë sensin e të rrëfyrit që kisha unë, isha tifoz sporti. Dhe flisja për sport, më thaj, pse s'vjen aty në gazeta, tha. I thashun, kam shkruar i thashun tek RD kam çu shkrimi, thashun pastaj ca gazeta të vogla. Por tha, hajde aty te sporti, më thanë se kam dëgjuar tha ata se çkërkojnë tha gazetar tha. Ti heq tha. Hajde një orë, 2 orë aty, tha fol me ata, tha, edhe se mund ta bësh dhe atë, më që ke me qef. Dhe kështu u kam vajte Sport Express, ishte gazeta më e madhe sportive, ishte gazeta e koha jon. Pra tek shkolla e Kuqi ishte koha jon atëherë. Pjesa sigurisht më e madhe e redaksisë kishte koha jon, se ai ishte gazeta më e madhe në vend. Sportit ata i kishin kushtuar më pak, edhe vendet, më dhe kompjutera i kishin. Dhe më çojnë ditën e parë, më çojnë, kishin pasur problem gazetari që mbulonte Dinamo në atë kohë, dhe ishte i ndjerje Sajmir Demi, vllai e Kelit. Dhe ai ishte djalë fantastik, nuk e di iku. Kjo shprehje që thoshin pleq se kam besuar, tani ka filluar dhe unë ta besoj. Që Zoti të mirë t'i merr më shpejt. Unë ditën që mora vesh lajmin më trishtoi shumë. Ishte njëri pa fjalë, shumë modest. Krejt ndryshe nga Keli. Pra Keli është i dukshëm i shkrimtari tani të gjithë, ka punuar me Kelin bash. Atë kohë. Por ky Sajmiri ishte një, unë kam quajtur Fatos Baxhaku i gazetave sportive. Dhe kryedaktori ka qenë Fatmir Mneri. Fatmir Mneri më thotë më shiko, me ke tifoz ti me Dinamo, i thonë. A shkon aty te klubi Dinamo? Klubi Dinamo mbas 90-s, quajtur klubi i Ministrisë Brendshme, e kishin lënë Kuthret Qameti, ishin pa rrogat kishin shumë vogla. Dhe unë shkoj aty me dorë në xhep, edhe ata më nënvlerësuan, se nuk e dinin çfarë ishte saktë. Dhe u futa brenda, në fakt s'duhet linjen. Sajmiri ata nuk e linin të hynte. Kishte bërë dy shkrim, kishte të vërtetën ai, po se donin ata. Nuk interesonte që klubi kishte kaq shumë probleme. Shkoj atje, shikoj çfarë po ndodhte, kishte një konflikt në klub, rrogat ishin pa paguar, trajnerët me lojtarët nuk shkonin. Shkoj në redaksi, bëja shkrimin, shoh nesër shkrimi ishte në vend të editorialit. Ishte faqe e parë. Faqe e parë dhe ishte kolona editoriale. Më dha shumë vetbesim. Përveç faktit që shijon të dilte emri atje poshtë, dha shumë vetbesim. Fillova me sportin, ndërkohë vazhdoja edhe punën tjetër, më edhe me shkollën. Tek redaksia ku uleshim rria në kafe me këta të kronikës. Atë as njifi si kronik akoma. Kronik erdhi nga. Kronikat janë gjitha njëherë. Kjo që i themin e kronikë zez ka ngel nga italisht, kronika nera. Por është aktualitet, termi fiks i rubrikave që mbulojmë, është aktualitet. Pastaj aktualiteti ndahet kulturor, social, ekonomik, sportiv e të gjitha. Dhe duke treguar me ata, unë kisha vënë re, shkoja në stadium dhe shikoja te pjesa e VIP-ave, qëndronin te pjesa e VIP-ave, te pjesa ku rrinin deputetët në atë kohë, kryetari i bashkisë, shef komisariati, rrinin edhe këta çunat i vishin si gangstera. E njëjta që ndodh edhe sot. Sepse ata kishin qef aty, por do kishte mes atyre, ai ishte vendi ku evidentosh. Stadiumet atë ishin plot, nuk kishin stadiumet siç janë sot. S'kishte filluar boshatisja. Kishte filluar boshatisja, por ishin akoma. Dhe shikoja që ishin ta. Dhe kur i dëgjoja në redaksi që flisin me njëri tjetrin gazetarët e koha jon, dhe unë kujtosha, po jo më valla thoshon se nuk i njihnin. Këta flisin me çfarë kishin dëgjuar te policia ose ç'kishin dëgjuar, po nuk i njihnin personalisht. Kur dalin thoshon se filani s'është kështu si i thoni ju, është. Dhe duke më dëgjuar her pas here më thonë, pse s'vjen? Çfarë merres te sporti? Hajde valla këtu. Ti njih këta. Ndërkohë disa nga ata që ishin president klubit në atë kohë u vran 98-ën, 99-ën, u vran.